Shirojnë ëndrat. Dëgjues të Radio Travel 104.6 FM, edhe këtë tenjte jemi bashkë këtu në sheshet ku xhirohen ëndrat. Besoj që nga episodi i parë që transmetuam për ju, kuptuat që nuk kemi bënë fare me këtë epideminë e podcasteve apo emisionet e ngjashme që janë rreth e rrotull, sepse ne flasim për filmat dhe vendet që këtyre filmave i dhanë atë identitetin e tyre edhe bën që të mbeten gjatë memorien e njerëzve. Me mua Kevin edhe Franci në studio. E po nuk të ndajem Kevi, isha me ty në Zvicër, prap me ty sot ku do shkojmë në Francë e tam. Kështu që po jo më duhet ta them, nuk të ndajem, ta dinë edhe dëgjuesit. Domethënë do jemi bashkë në të gjitha udhëtimet e mundshme për të folur për regjisorët, për filmat, edhe për vendet Kevi, patjetër. Vendet që i kemi me shumë qejf dhe duam shumë që t'i shohim edhe t'i vizitojmë. Edhe ato që i kemi vizituar do i flasim e do japim. Ëndra janë. Mirë, më thuaj pak çfarë thanë njerëzit për Zvicrën për shembull, kur folëm radhën e kaluar për Zvicrën. Për episodin e parë, për episodin e parë, po. Unë kam njerëzit pak analitik ato që më shohin edhe kanë ca kritika, po unë në përgjithësi mirë. Një nga ato kritika që më dhanë ishte që ne jemi shumë ndrimtar Franci. Po mirë, kjo s'është kritik, kjo është jam e bukur, kjo është kompliment që mund të thonë njerëzit, patjetër. Është komplimenti më i bukur që mund të thonë njerëzit. Je ndrimtar Kevin. Mbase kjo është arsyeja se pse mua nuk më ka zëngjumi fare gjithë këtë javë që ne. Ndoshta kjo është arsyeja pse ne po bëjmë këtë emision. Mbase edhe kjo sepse kam pasur mendjen te Zvicra. Megjithatë, në fund të episodit kaluar ne thamë që sot do ishim në Francë. Franci do nisemi për Francë. La Franca patjetër, mezi po pres. Kam një nga vendet e preferuar që në fakt dua ta vizitoj edhe pse nuk kam qenë asnjëherë në Francë. Në Francë, si njihet Franca mo Kevi? Çka ka ndonjë kështu, ndonjë epitet, ndonjë gjë? Vendi i fillimeve thon. Bukur, patjetër që është vendi i fillimeve. Po këtë të parën dua ta lë ty si aktor ta thuash. Pse njihet si vendi i fillimeve? Mirë, meqense ne emisionin e kemi dedikuar edhe për filmat, pra për lokacionet që kanë zgjedhur regjisorët për të bërë filmat e tyre. Është vendi i fillimeve Franca sepse byrazerët Lumière u ngrit një mëngjes të bukur edhe than tashi kinemaja nuk do bëhet më ashtu siç është bërë më përpara. Na dëgjonin neve than e revolucionarizuan komplet gjën. Vlezrit Lumière, byrazerët e famshëm Lumière që në vitin 1895 e ndryshuan totalisht lojën për sa i përket rregullave të kinemas, sepse sigurisht më thuaj çka kanë bërë. O çfarë kanë bërë ata? Që pas kanë shkruar historinë në 1895. Po, Kevin, çfarë kanë bërë ata, sepse bën atë kishin si thua ndërtuan për herë të parë la kinematografë e kishte emrin ajo gjëja. Me lëvizjet, me fotografi ndryshe, xhiruan ca filma ata, po ta kesh parasysh, nuk e di atë ka dalë tek Reelsat në Instagram, janë ata njerëzit që dalin nga fabrikat ose atje te stacioni i trenit, ajo gjëja e pamshme bardhëzi. Byrazerët e kanë bërë atë. Ata e kanë bërë? Ja si pura jon kështu, ishin të byrazerë. Ne dalim flasim për ata këtu sot, domethënë. Do flasim patjetër, sepse është shumë e nevojshme. E meritojnë. Dhe një gjë tjetër në fakt që i takon Francës si pionere ka qenë Vala e re kinemas që lindi në vitet 1950, ajo që njihet ndryshe si Nouvelle Vague. Ishin një grup i madh artistësh të cilët thanë ne nuk merremi më se çfarë është bërë deri tani, nuk duam që të ndjekim më të njëjtat rregulla. Ndryshuan rregullat e lojës. I ndryshuan dhe kjo është e vërtetë dhe ne kemi rastin që të flasim për këta regjisorët. Vazhdojmë akoma neve me këtë lloj revolucioni që ata krijuan, në të njëjtin sistem jemi edhe tani apo jo? Patjetër, por në fakt nuk ka, si thua, nuk ka zhvillim në art nëse nuk ka revolucion her pas here. Të kanë bërë bosat. Dhe ku e kanë bërë? E kanë bërë në Francë, ku njihet si kryeqyteti i kulturës, le të themi. Afrikë mund ta quajmë një epicentër bote Francën. Patjetër. Ke qenë ndonjëherë në Cannes, mo Kevin? Në Cannes jo. Do doje të shkoje? Do doja. Po pse nuk bëjmë një film ne të dy, edhe ta paraqisim në Cannes për shembull? Okej. Kjo ndoshta është një nga ato ëndra që nuk e di ma e bëjmë dot, apo? Po pse jo? Ç'a na duhet? Më na duhet. Ata bosrit e kishin nisur me një gjë fare thjesht, në një telefon të mirë na duhet. E kupton? Dalim, regjistrojmë edhe direkt në Cannes. I besoj vizionit tënd, kështu që do ta mendojmë, po do ta mendojmë seriozisht se unë i marr këto ide kështu. Do ta mendojmë edhe do ta bëjmë. Cili është regjisori i parë që do flasim sot, Kevin? Është François Truffaut. Që patjetër. Gjithë ndoshta krijimtarinë e tij e ka zhvilluar në Francë, kryesisht në Paris, edhe për këtë i quante Parisin si muzeun e tij personal. Ishte shumë i lidhur me Parisin, çdo gjë donte ta bënte atje dhe konsideronte si muzeun e tij personal.
pra pjesë identitetit të tij ishte i gjithë Parisi. S'ka se si të mos jetë në fakt, sepse si një artist që është lindur dhe është rritur në mjediset kulturore, artistike dhe në ato si thua undergroundet e Parisit, sigurisht që e gjitha kjo do reflektojë në kineman e vet. Megjithatë, nuk e di a ke parë atë filmin Jules et Jim. Po e kam parë. Sa interesant. Është një film i vjetër, po që kam rritur edhe tek unë që jam pres pak më i ri. Që në fakt është kult i Truffaut, është një nga filmat më të mirë të tij, më të realizuar edhe jep atë Parisin siç ishte në fakt në kohën e vet. Edhe Truffaut ka qenë një nga përfaqësuesit e denjtë të Nouvelle Vague-ut, me thënë të drejtën. Kevin dhe të gjithë elementet e kësaj lëvizje vijnë re tek pikërisht te ky film, që më vonë sigurisht ka inspiruar shumë regjizorë të tjerë, një nga të cilët është Bertolucci, që në vitet 2000 risillte Nouvelle Vague-un në një farë mënyre me The Dreamers, nuk e di a ke parë me o zoti ma si është Eva Green atje mo Kevin. Jo, nuk e kam parë këtë, po këto janë teknikalitete që janë më shumë për regjizorët dhe për këto njerëz që e shohin me një sy kritik shumë artin, po e di pse ka bërë shumë përshtypje Jules et Jimmy? Hanjer? Për historinë dhe për mbajtjen që kishte. Pa lere. E di që ishin të përfshirë 3 veta, pra një 3 këndësh. E di 3 këndësh si gjithmonë, po e kalonin vinë e kush. Nuk ishte nga këto të mirë filltet, se ishte midis 2 shokëve të ngushtë dhe të dashurës së tyre të përbashkët, Katerin. Është më keq ashtu ndonjëherë. Është më keq. Super film. Nuk e imagjinoj dot veten në një 3 këndësh tillë me një shokun tim edhe një vajzë tjetër. Ku më mirë se sa në Paris mund të ndodhte ky 3 këndësh dashurie, Kevin. Askund tjetër. Nuk e di, ndoshta në gjithë botën s'jam dakord të ndodhi ky 3 këndësh dashurie. Mirë, po themi për faktin e lirisë të madhe që ka Parisi si qytet, më kupton? Dhe këta bosat që sigurisht kanë qenë artistë të ndenjë dhe e kanë bërë këtë gjë. Ishte François Truffaut, pra dora e tij, sepse kishte gjithmonë ide shumë origjinale, e të njëjtën gjë e ka bërë edhe me filmat e tjerë që ka patur. Një nga ato është Një natë amerikane ose një La nuit américaine. Filmi i bukur edhe ai shumë film i bukur. E kam parë patjetër para shumë vitesh. Është film i vjetër. Është film i vjetër. Edhe po historinë e ka shumë interesante dhe nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë më parë që një regjisor mund të bënte një film të tillë. Ku brenda një filmi tregon se si xhirohet një film tjetër. E këtë e ndërthurte edhe me elementet edhe jetën e me backstage-et, me jetën e aktorëve, po shumë film i bukur. Gjithë dinamikat që zhvillohen nuk e di shumë interesante dhe një film që të mbante shumë të mbërthyer, po tregonte më shumë për atë shpirtin artistik të Truffaut se me sa shumë e donte kineman edhe se me sa pasion e bënte atë gjën që patjetër, prandaj ka ngelur në historinë e kinemas. Ne duhet të mbledhim çik mendjen nga gjitha këto që folëm Kevin dhe për kënaqësinë tonë të dëgjuesve dëgjojmë një këngë tani. Edhe rikthehemi në studio sepse jemi në Francë. Jemi rikthyer këtu në Radio Travel në 104.6 FM edhe me mua dhe Francin po flasim për kineastët e mëdhenj që zgjodhën Francën. I pari ishte François Truffaut, ndërsa tani do kalojmë tek një tjetër, një rebel i kinemas franceze, Jean-Luc Godard. Godardi, jemi te Godardi, patjetër ishte rebel, po ishte në të njëjtën kohë edhe poet i kinemas. Gjithmonë ka pasur, si më thën, një val kinemaje gjithmonë ka pasur dikë që është shquar një çinga të tjerë dhe kjo që ne po themi Nouvelle Vague nuk mund të kuptohet ndryshe përveç se me emrin e Jean-Luc Godardit. Po. Është simbol i Nouvelle Vague-ut. Është patjetër, është një nga simbolet. Ai ishte jashtëzakonshëm në atë që bënte. Në të njëjtën kohë edhe si përfaqësues i kinemas autor, pra nga të parët, nga pionerët e kinemas autor. Shko se sa shumë gjëra kanë ndodhur në këtë fazë që ne po flasim në Paris në viteve 50, Kevin. Revolucion kulturor, njerëz të cilët ishin të dhënë pas artit, njerëz të cilët guxonin dhe thyenin rregullat që ishin vendosur nga tradita në të bërit kinema, në të bërit letërsi dhe në përgjithësi në kulturë. Se kjo është në fakt që moralin e vendos shoqëria dhe vetëm shoqëria mund të ta thyejë, prandaj ndër vite ka ndryshuar shumë gjëra në mendsi. Po një ndër filmat që ka prekur shumë audiencën franceze, e di kush është? Cili është? Është Bout de Souffle nga Jean-Luc Godard. Breathless është përkthyer kjo në anglisht. Po. I bukur shumë. Shumë i bukur është, edhe unë kur e pash, mund të themi, nuk më la pa frym, po më impresionoi shumë, sidomos për një histori të atyre viteve. Ka të bëjë me një gazetare që vjen nga Amerika dhe zhvendoset në Paris, që bien dashuri me një vrasës në Francë. Shumë histori e bukur, është aksioni i ndërtuar dhe i ndërthurur me romancën në të njëjtën kohë në Parisin e viteve 50, një histori tipike, mbreslënse duhet thënë, shumë e bukur dhe ky bosi, regjizori që guxoi të thyente ca tradita në atë që quhet infrastruktura kinemas, pra si më thënë në lëvizjet e kamerave, në montazhet që ai u bënte skenave që xhiroheshin, dhe e ka bërë ky.
Dhe më vonë, meqense folëm për Truffaut pak më lart, Kevi përpara sa të shkëputeshim te kënga, erdhi një moment që Jean-Luc Godard u zu me François Truffaut. Me vërtet? Po. Ore, po ata nuk zihen si Më thuaj, po të më thuajnë çdo gjë me detaje se çka ka ndodhur. Dgjoj, ata nuk zihen siç, pra nuk janë zënë siç zihemi ne, pse mpe shtret. Jo, ato kanë bife që i mbajnë ndër vite pastaj. Jo, po ishte çështja për konceptet që ata kishin mbi kineman. Po, Godard erdhi një moment që thoshte Truffaut tha, nuk po i qëndron besnik asaj gjës që ne kemi nisur në fillim, po bëhet më shumë komercial se ç'duhet. Kështu që e shau, u zum, pa u pajtuan prapë pastaj siç e kanë kokat e mëdha. Po të shoh ç'a bëhet tani ky, nuk e di se ç'a mund të bënte, po mirë që paska qenë në atë kohë. Po. Ore, e ke parasysh rrugën Champs-Élysées, se si thuhet, nuk e di mirë. Të dy nuk e di a jemi sakt, po çfarë rëndësie ka kjo? Po, një nga bulevarët më të njohur patjetër. Në Paris, po. Në Paris edhe, meqense jemi te Godardi, ai e bëri kult këtë bulevardin e madh me skenat e kësaj, Beau de Soufflé. Soufflé. Një soj është okay. Nuk ka problem, nuk është se na gjykon audienca shqiptare për mënyrën se si njerëz nuk dim shumë mirë frëngjisht, po të shënd si ka kjo. Prap duam të shkojmë në Francë. Duam të shkojmë, Kevin. Në fakt Godardi ka xhiruar edhe në pjesë tjera, në pjesë që, domethënë në vende që ne duam që të shkojmë, siç ishte kjo e Champs-Élysées, janë libraritë e vogla, edhe shpesh në filmat e tij përpiqej që të shfaqte edhe atë trafikun e zhurmshëm, sepse e quante si jetën e gjallë të Parisit. Pjesa e gjallë e Parisit ishte ky trafiku i zhurmshëm. Kjo që e frymëzon shumë, po ndërkohë neve këtu shajm shumë në trafik. Kjo është shumë e vërtetë. Megjithatë një element tjetër, dhe kalojmë te regjisorit tjetër, kemi një element tjetër i gjithë këtyre regjisorëve të mëdhenj që kanë bërë epokë në përgjithsisht në Paris, sepse atje kanë xhiruar, ka qenë ta vinin theksin te simboli i lirisë, sepse ishte shumë e rëndësishme që liria në një vend demokratik madh siç ishte Franca të vijë në dukje. Po kur themi liria jo vetëm e individit, jo vetëm liria demokratike, por veçanërisht edhe ajo që po thoshim deri tani, liria në art, liria në kulturë, liria për të guxuar, liria për të menduar ndryshe. E pam këtë me gjithë përmbajtjet e filmave që tham, si këto tregënçat e dashurisë me dy shokëve të ngushtë, apo një gazetari që thuajse mund të themi që është në shërbim të ligjit, bie në dashuri me një vrasës. Ta them unë regjisorin tjetër që do flasim tani, Luc Besson. Po e prisja. Po mirë. Unë besoj se nuk ka njëri që nuk e ka parë në fëmijërinë e vet Leon The Professional. Të gjithë e kanë parë edhe nuk e di, janë fiksuar me atë filmin, edhe unë vazhdoj të jemi fiksuar edhe tani sepse është bërë vite edhe kohë që e kanë parë, po jam rikthyer gjithmonë. E çuditshme është që në fakt të gjithë e kemi atë ndjesinë që na ka lënë herën e parë kur e kemi parë. Pra ishte ai bossi me syze, me atë kapelën e çuditshme, ishte vajza e vogël Matilda, e cila mbante në dorë atë vazën e madhe me lule, pastaj ishte një nga elementet për mua ikonik që është qumshti, që ai e pi çdo mëngjes, dhe sigurisht i pa harrueshëm karakteri që ka bërë Gary Oldman tek ai film, i jashtëzakonshëm Gary Oldman, nuk e di a ka marr Oscar me atë ose nuk e di ose është nominuar. Asu nuk e di këtë, po shumë shpesh në fakt ndodh që filmat që vlerësohen shumë nga audienca nuk është se përfitojnë ose të marrin ndonjë Oscar, po kjo nuk ka të bëjë fare se Leoni ja ka dalë se ka mbet memorien e njerëzve. Kjo është e vërtetë. Po dhe në fakt në memorien e njerëzve ka ngelur edhe apartamenti kur xhiruar dhe ne Kevin pak përpara se sa të regjistronim po thoshim që si më thën, të dy e kemi fiksim që të shkojmë tek vendet ku janë xhiruar filmat që ne na kanë pëlqyer. Dhe unë do isha shumë i lumtur nëse një ditë do shkoja tek apartamenti ku xhiruar Leoni për shembull. Ose tek ajo terraca ku ai merrte në shënjestër ata njerëzit me snajper. Edhe mësonte edhe Matildën 12 vjeçare që të gjuante edhe të vetë mbrohej. Në fakt historia e Matildës ishte pak e triste si një vajzë 12 vjeçare që ishte prezente kur e gjithë familja e saj u asgjësua. Po, rëndësi ka që Leoni, edhe pse një vrasës profesionist, e kishte atë mirësinë brenda vetes që ta merrte Matildën kujdestarinë e tij dhe ta mbante dhe ta mbronte nga të gjitha gjërat edhe rreziqet që vinin pas familjes në të cilën ajo bënte pjesë në fillim. Po. Jam shumë kurreshtar në fakt ta shikoj, kthehem edhe një herë tek ajo që tham pak më përpara. Ta shikoj atë apartamentin, të shkoj atje. Si janë ato apartamente tipike franceze me ato të ndarat e dhomave dhe kështu me radhë, sepse jam i sigurt që do na kujtohet Leoni edhe Matilda që rinte dhe i trokiste atje tek dera. Megjithatë nuk është vetëm Leoni. Ishte tensiona, do ja hapte apo jo derën. Nuk është vetëm Leoni, për gjithë ata që kanë parë Nikitën duhet ta njohin kineman e Luc Bessonit. Temën fatale të viteve 90. Jemi sërish në ritmet e shpejta të Luc Bessonit, edhe me Nikitën ja ka dalë më së miri se u kthye si përveç se si seks simboli i viteve 90, pati atë jehonën e vet edhe ndër vitet e tjera që erdhën më pas.
Ja, pra për këtë një jetë bezonin në fakt sepse Franca është qyteti i dritave, i kontrasteve, historive të forta për të historive deri diku edhe personale, më kupton sepse deri tani kemi folur për regjizorët të cilët kanë marrë një histori personale dhe kanë kthyer në një histori për një audiencë më të gjerë. Më të gjerë edhe që në fakt edhe me Leonin dhe me Nikitën, Luc Besson arriti një audiencë ndërkombëtare sepse u bën filma të famshëm ndërkombëtarisht, edhe shpesh ai preferonte apo kishte dëshirë që të xhironte nëpër rrugët e La Défense apo në ato rrugët moderne në stacionet e trenave sepse ishin fiks me përmbajtjen e filmave të tij, që ishin shumë ghetto edhe pak të rrezikshëm që paraqisin atë realitetin më brutal të gjithë Parisit ose Francës në përgjithësi. Këto e kanë bërë regjizor të tjerë më vonë, domethënë nuk besoj se kanë nisur Besson, po e kanë bërë më vonë, pra ata të cilët kërkonin që të shfaqnin anën tjetër të Parisit, jo vetëm atë të bukurën me muzeet, me nuk e diun me këto ndërtesat e katedraleve shumë të bukura, por se çfarë do të shohim patjetër. Por tani dëgjojmë një këngë edhe kthehemi për të folur pra për filmat dhe për Francën. 104.6 sheshet ku xhirohen ëndrat, Franci dhe Kevi dhe jemi duke folur për Francën njerëz dhe tani do flasim për Sir Christopher Nolan. Nuk mund ta linim pa e përmendur në këtë episod sepse ai ka bërë një nga filmat paktën për mendimin tim nga që ja kam parë gjithë më të realizuar. Edhe për timin bashkohen te kjo 100%. Një nga filmat më të realizuar dhe mbase sepse ka dhe këtë anën historike të vet, pjesën e vet historike. Po flasim për Christopher Nolan dhe Dunkirk. Historia tipike e luftës së dytë botërore që zhvillohet në atë qytetin e bukur të Dunkirkut. Filmi mban të njëjtin emër si vendi. Dhe në fakt po flisim me Kevin, është shumë interesante sepse ai është xhiruar në si thua në 3 dimensione. Pra është lufta që bënin ushtarët në ajër, ajo që bënin në tokë dhe ajo që bënin në det. Dhe sigurisht vendi, lokacioni pra ishte reali, ai që është zhvilluar, në fakt janë zhvilluar betejat në luftën e dytë botërore dhe ishte tipiku për atë qellingri, për erën e fortë, horizonti dramatik dhe fiksimin Kevin të Nolanit për t'i bërë gjërat reale, për t'i xhiruar në mënyrë si thua kështu. Po është regjizor i vërtetë burr. Po kjo është tamam regjizor ai. Kjo është e vërtetë, është regjizor i vërtetë. Mirë, do flasim edhe për Inception pak më vonë. Por meqense ishim këtu te Dunkirk, po flisnim për atmosferën, pra që është vërtet reale, siç i kërkon Nolani me stuhit, me shiun, me ato skenat e avionëve e kështu me radhë. Është film interesant. Dramatitetin çdo gjë që duhet të ketë fakt, siç nuk e di pse kthehemi gjithmonë te historitë në luftën e dytë botërore, po ndodh shpesh që shumë filma ta sjellin në rikujtesë gjithmonë luftën e dytë botërore, të njëjtën gjë ka dashur të bëjë edhe Dunkirku, edhe këtë realitet edhe këtu shumë brutal dhe shumë dramatitet që donte filmin që të përcillte e kemi vetëm në Dunkirk. I heqim kapelën Sir Christopher Nolanit dhe përpara se të kalojmë tek produksionet me ndikim më të madh në turizëm në Francë, unë do përmend Kevin disa nga filmat e mi preferuar, pra kjo është një gjë e imja personale, që kanë xhiruar regjizorët në Paris, në Francë. The Dreamers e përmendëm pak më parë, do përmendim Gaspar Noé, që në fakt është një nga regjizorët e mi të preferuar, e jep Parisin me të gjithë elementet e vet, natën me atë si thuash atmosferën që ka çik i frikshëm, të fut çik në ankth, megjithatë është në preferencat e mia. Sigurisht Amélie, nuk e di a ke parë Kevin. Po e kam parë. Amélie, o zoti i madh, sa e bukur që është ajo vajza, ajo çupka, që punon atje dhe që punon atje tek ai bari tipik francez dhe që kërkon që të jap njerëzve lumturi dhe bien në dashuri. Një nga historitë që do doja dhe unë të më ndodhte, po ti Kevin? Nuk e di si jam kërkim të kësaj tani, po pse e vuan mungesën e dashurisë Francë tani? Mungesën e dashurisë të një partnere jo të. Ore fjala që bie, unë thash që do doja të kisha dhe unë një histori që ka pasur kjo Amélie atje në Paris, e kupton? Po ajo mund ndodhe edhe, po ta diun, në Sarand. Në Sarand? Po pra. Po dhe ti prapë mirëpret. Meqense ishim te dashuria, po të përmend edhe një nga filmat e mi të preferuar që është nga trilogjia Before, që është Before Sunset, me regjisor Richard Linklater. Është ai filmi ku ai çifti që tek episodi tek filmi i parë po themi takohen në Austri dhe pastaj pas shumë vitesh ata ritakohen edhe një herë në Paris. Dhe ku mund të ndodhte tjetër? Ku mund të ndodhte tjetër? Dhe sigurisht i xhiruar si thua me shumë pak kate, duket sigurisht i gjithë one shot i xhiruar, jep tër bukurinë e pasditeve të verës të Parisit. Interesant, shumë interesant. Duhet ta shikosh. Madje ti duhet të shikosh të gjithë trilogjinë, Kevin, të këtij filmi. Vërtet shumë interesant. Kur ta kem kohë. Kështu që
Doja t'i përmendja meqense janë edhe hyn në listën e filmave të mi të preferuar dhe janë xhiruar në Francë, Kevin. To ishin të gjitha ato që kishe shtesë nga vetja jote. Të gjitha, domethënë ishin një pjesë. I jep si sugjerime 100% nga vetja. Po, ishin një pjesë. Mund të jenë filma që të përfaqësojnë apo? Deri diku po, pse jo? Nga një element secili. Po, përjashtuar Dunkirku, se s'ka marrë pjesë ndonjëherë në luftë, po që për llojin e kinemas që ka bërë Nolan atje. Nuk ke bërë ushtri, ha. Jo, as ushtri s'ka marrë. Sa qefe pas ke më kemi që të bësh ushtri, më pëlqen lufta dy botërore, do të bëj. E mendoj gjithmonë, po e mendoj. Po bëjmë merr pushkën Dilmalit. Të luftosh për mbrojtjen e Azeut. Ja, po bëjmë këtë emisionin bashkë, pastaj e mendojmë. Okej. Sa gjëra kemi lënë ne më Kevin, sa gjëra kemi lënë pa bër. Tani do kalojmë në 5 produksione me ndikimin më të madh në turizëm që i kanë sjell Francës ato vizitorët që janë me miliona në numër, ose pa numërueshëm fare, se ne nuk e bëjmë dot të gjë që ti numërojmë, edhe statistikat ndonjëherë nuk janë shumë të sakta. Po filmi i parë është, në fakt është serial, nuk e di pse kam fiksime edhe unë tani gjithmonë me seriale, është Emily in Paris. Emily in Paris, nuk e kam parë, me thënë drejt. Nuk e ke parë? Jo, nuk e kam parë. Unë nuk kam qenë i vogël atëherë kur kam parë ndoshta sezonin e parë. Po pastaj e larë se për mua nuk ja vlente fare, po mënyra se si e sillte Parisin ishte shumë energjike dhe të bënte që me vërtet dashuroheshe me Parisin, prandaj edhe gjithë amerikanët zbarkuan atje. Pra ty nuk është se të pëlqeu aq shumë si thua skripti, historia, subjekti që ishte filmi, sa të pëlqeu kjo pjesa tjetër se ku janë xhiruar këto si thua skenat e këtij serialit. Dhe ndodhi që erdhën shumë turistë, të gjithë amerikanët zbarkuan, u bën një çmenduri e vërtet atëre, u shkruajtën shumë lajme, shumë gjëra. Edhe tani Emily nuk është më në Paris, po është zhvendosur në Rom. Edhe di çfarë është teoria konspirative pse është zhvendosur në Rom? Sepse francezët nuk e mikpresin më. Kë nuk mikpresin më? Emily me gjithë produksionin, produksion, po pse ça? Lekë u solli më vllap se duan ata. Shumë turista, edhe shumë zhurmë që i ka shqetësuar. Po kur thua zhurmë ke fjalën se ata kur xhirojnë, për shumë produksionet kur xhirojnë marrin leje për të xhiruar tek ajo lagja, apo mblidheshin turista që shikonin. Turistat në vendet ku Emily ka qenë. Për këtë u krijuan edhe ture speciale në gjithë vendet që këmba e saj kishte shkelur, pra u çuan në nivel tjetër gjithë çmenduria e kësaj e Emily in Paris. Pra u bën një halle kjo dunja, serialit nuk i ngjan tha. Kevin për këtë. The Da Vinci Code, domethënë është ky në fakt që është bazuar nga libri. Kush ka shkruar më ky? Dan Brown, po. E ka shkruar Dan Brown Da Vinci Code. Un kam lexuar librin, filmin nuk e kam parë sepse kjo është histori. Unë kam parë filmin, nuk kam lexuar librin. Kjo është historia ime personale. Si plotësojmë njëri tjetrin gjithmonë? Pra, kjo është gjë shumë e mirë. Kështu që jemi në vendin e dur dhe në kohën e dur, Kevin. Tani më thuaj pak te libri se çfarë përmbante? Më libri më se mund të jetë si filmi, më merr mend. Domethënë, filmi mund të jetë si libri, kur e mendon. Por unë kam personale këtë gjën nëse lexoj librin, nga që duam shumë letërsinë, si thua, nuk e shikoj filmin. Ky filmi Da Vinci Code ti e ke parë apo jo? Po, unë kam parë filmin. Pra, i jep të gjitha ato atë Robert Langdoni që më duket se e luan Tom Hanks apo jo? Po, këtë e di, e mbaj mend, edhe pse nuk e kam parë filmin, po e di që e luan Tom Hanks personazhin kryesor. Jep ato katedralet, ato misteret me simbole, me gjëra, kështu, Dhe pamje ekskluzive të Louvrit kishte filmi, kjo ishte e gjithë diferenca që bëri nga gjithë filmat e tjerë. Edhe ishte një lëvizje shumë e mirë për të rritur turizmin, sidomos specifikisht në Louvre. Aq e rriti turizmin Kevin në Louvre sa vajtën ca bosa aty e vodhën në mes të ditës. Morën ç'kishin ku kishin aty në Louvre. Çfarë atë se spash më. Nuk e di, edhe unë kërkim jam, dua të gjej ndonjë nga këta të them më boss. Me syre ishte një shqiptar, tani ju kujtova. Çfarë thua? Po si mund të mungonte more një shqiptar? Ndërsa filmi i tretë është Midnight in Paris, është filmi romantik legjendar i Woody Allenit, i bëri shumë francezët që t'jenë shumë dashuruar ta shihnin Francën në një perspektivë tjetër nga ajo që janë mësuar që ta shohin për ditë. Pra edhe vetë vendasit patën një perspektivë tjetër për Parisin nga Midnight in Paris. Nga filmi, nga Midnight in Paris. Po në fakt është unë e kam shijuar pafund të film, sepse ka një ndërthurje shumë interesante ndërmjet Parisit kur është xhiruar filmi dhe Parisit që ka qenë po themi në vitet 1900 me të gjithë atë elitën intelektuale, artist, thua këngëtar, piktor. Pra në film e shikojmë Picasso, shikojmë nuk më kujtohet mirë se kush është tjetër tani. Dhe nuk e di, më ka çuditur gjithmonë kjo zgjedhja e Allen për të marrë këtë aktorin Owen Wilsonin në rolin kryesor, mbase sepse fizikisht i ngjan një çik të tipit dhe Marion Cotillard është një dashuri atje. Kevin, sa e mirë që është ajo femër, e dua shumë. E do shumë. E dua. Ç'a ti bëj tash? E dua tha, ç'a ti bën? Nuk ke ç'a i bën, do ta shohësh nga ekrani vazhdimisht.
Po që po, Midnight in Të shuash Paris mallin. është një film kult për Parisin, i krijuar nga Allen dhe nga skriptet e tij më të bukura për mendimin tim, sepse i kam parë disa nga këto historitë të dashurisë dhe nga si thua skenaret më të bukura që ai ka bërë në lidhje me romancë. Një nga linjat më ikonike të gjithë filmit është se ku Woody Allen i thotë se nuk e kuptoi se si njerëzit e tjerë zgjedhin të jetojnë nëpër qytete të tjera kur ekzistojnë vende si Parisi, për të treguar gjithë atë magjinë dhe madhështinë e Parisit. Ka të drejtë bosi për këtë. Ka të drejtë. Ka të drejtë. Duhet vëmë që duhet shkojmë edhe ne atje që ta shikojmë Parisin dhe t'japim të drejtë, jo vetëm Woody Allenit, po të gjithë këtyre regjizorëve që kanë zgjedhur Parisin ose kanë pasur Parisin si muzën e frymëzimit të tyre. Do të dëgjojmë një këngë, Kevin? E dëgjojmë një këngë edhe shkëputemi për pak. Edhe kthehemi prap me La France. Radio Travel 104.6 FM, jemi kthyer në sheshet ku xhirohen ëndra, tani po flasim për filma që rritën turizmin në Francë. Franci kush është i radhës? Sa e bukur kjo Franci, Franca. Po, se ma kanë thënë shpesh të historinë me emrin tim, po emri im është gjermanik në fakt, nuk është francez, ë? Është Franz me z në fund, pavarësisht se unë kam Franz. Ne Kevin do qëndrojmë prapë te Sir Christopher Nolan, më pëlqen shumë ta them Sir Christopher Nolan këtë gjë. Je pesh, për atë që ajo është. Kjo është e vërtetë. Inception. Domethënë kush mund ta harrojë atë skenën e famshme ku qyteti i Parisit përkulet në një ëndër shumë interesante, A Dream Within a Dream, do thoshte Edgar Allan Poe, por në fakt do thoshte edhe Christopher Nolan që ka zgjedhur pikërisht urën, si thuhet kjo Kevin? Pont Bir Hakeim. Pont Bir Hakeim, po një vend i jashtëzakonshëm ai atje. Pas kur doli Inception u dyndën turistët, u dyndën gazetarët, fotografët, domethënë gjithë njerëzit që donin të rikrijonin atë skenën, mbas edhe me efekte speciale që ka sot Instagrami ose këto rrjetet sociale ose AI, më kupton? Ta bënin fiks siç e ka xhiruar ose siç ka dalë në transmetim filmi i Inception i Nolanit. Në fakt kjo ndodh me produksionet hollywoodiane që zakonisht e krijojnë trend që gjithmonë do shkojnë në vendet ku janë xhiruar filmat edhe bëjnë foto për t'i hedhur në rrjetet sociale pastaj për të mburrur pak, po mirë bëjnë se mirë, mendon po ta Kevi, janë strategji marketingu këtore. Shumë të mira që ja vlejnë. Patjetër, se nuk janë aq të thjeshta, si më thën, thjesht po xhirojmë një film edhe. Sa luhet nën të. Filmi tjetër Kevi është Mission Impossible Fallout. Me ndjekjet e shpejta të motocikletave dhe dramatike në Grand Palais dhe Arkun e Triumfit. Ky film e prezantoi Parisin si një qytet shumë modern edhe që nxiste këta adrenalinën të gjithë ata që e shihnin, energjik dhe plot aksion, duke frymëzuar vizitorët të ndjeknin hapat e Tom Cruise-it që nuk plaket kurrë. Patjetër, Tom Cruise përveç se nuk plaket kurrë edhe nuk i ikën asnjëherë frika ose guximi për të provuar gjithmonë gjëra të reja dhe sigurisht që Parisi pas ka qenë në listën e tij për të bërë një nga saga, domethënë një nga episodet e sagës të The Mission Impossible. Kështu që njerëz kur të shkonin në Paris, mendojeni edhe ju të bëni ndonjë aventurë si Tom Cruise. E kupton, të dilni aty me motocikleta, me gjëra. Megjithatë, Kevin, për një nga gjërat që mua më ka pëlqyer Franca në përgjithësi, ka qenë, po lëmë janë këtë pjesën e kinemas, ka qenë Tour de France. Kjo xhiroja me bicikleta, si më thën, gara që bëhet me bicikleta, ajo bëhet në atë zonën bregdetare, që ne do flasim pak më vonë. Di e kam parë, edhe mua më pëlqen shumë ajo dhe kam në listën e gjërave që dua që të bëj. Edhe unë, me thënë drejtën po, edhe unë, sepse ato vendet vetëm kur i shikon, domethënë ti bësh me bicikleta, siç e bëjnë ata robt atje, e kupton? Të ecësh me bicikletë, të shikosh ato malet, bregdetin atje poshtë, është fantastik. Franca pas ka shumë për të treguar, Kevin. Edhe ne pas kemi shumë për të treguar për Francën edhe dëgjuesit tan kanë shumë për të na dëgjuar. Radio Travel 104.6, Franci dhe Kevi po vazhdojnë të flasim për sheshet ku xhirohen ëndrat dhe jemi në Francë dhe jemi tek rubrika që mua më pëlqen shumë, Kevin, sheshi i ditës. Shumë mirë se që është një rubrikë që e kemi përgatitur për gjithë dëgjuesit tan, ku ne prezantojmë një vend që është shumë i bukur në perspektivën tonë dhe ja u japim juve si sugjerim që me patjetër të shkoni. E këtë mund të ta realizoni nëse kontaktoni në vastour.al, ku mund të bëni dhe turet tuaja të personalizuara si t'i doni ju, mjafton të flisni me një nga agjentët edhe çdo gjë bëhet e mundur. Jepini njerëz, sepse unë dhe Kevin kemi emisionin, ju mund të shkoni kur të doni anë. Po, ne kemi këtë angazhimin që na pengon pak, po që është një gjë që e duam edhe këtë. Presim vendet. Sheshi i ditës që kemi përgatitur për ju sot është Côte d'Azur. Sa do thoja, do ke zgjedhur ndonjë tjetër mo, do ke zgjedhur ndonjë tjetër mo Kevin. Pas ke zgjedhur pikërisht atë vendin e bukur
jashtëzakonshëm breslënës. Nuk e leja dot pa e përfshirë. Po ke të drejtë. Edhe pse është shumë i famshëm, nuk e leja dot pa e përfshirë, është shumë i bukur. I bukur shumë është. Është sheshi i ëndrave, bregdeti i famshëm i jugut të Francës, një vend me rreth 11 milion vizitorë në vit. Hajde. Shumë janë. Një parajs me dritat përkryera, blut pafundme dhe elegancë që nuk vdes asnjëherë. Bravo, kjo Côte d'Azur, paska gjithë këto gjëra për t'i tërhequr njerëzit. Megjithatë, unë mendoj se vende si Côte d'Azur, Kevin, nuk është se kanë shumë nevojë për reklam. Domethënë, ato mjafton të shikosh, tërheqin shumë njerëz, tërheqin dhe gjithashtu shumë produksione kinematografike. Prandaj do apo s'do indirekt i bëhet një lloj reklame edhe nga vetë filmat që janë xhiruar atje, sepse atje Franci është xhiruar gjithçka. Nga romanca klasike, te filmat e aksionit, historitë kriminale dhe filmat e mëdhenj hollywoodian. Kanë, Nice dhe Antibes janë vendet e preferuara të gjithë njerëzve. Është ajo Riviera që përfshin pikërisht këto qytete, të Cannes, Nicën, qytete tipike ku mund të gjesh çdo gjë, një ndërthurje të traditës, ke bregdetin atje, ke vendet vogla nga këto bare që u pëlqejnë shumë kineastëve për të xhiruar ato skenat e bukura të, si thua, intime dhe kështu me radhë, histori dashurie, histori kriminale dhe kështu me radhë. I ka të gjitha ky bregdeti, Kevin. S'ka se si të mos jetë zgjidhja jon për sheshin e ditës. Ka çdo gjë dhe në fakt pjesë e këtyre është edhe Kana, edhe një veçanti e Kanës është që aty më nuk xhirohen ëndrat, po aty përjetohen sepse me festivalin e Kanës, siç e tham, kurorëzohen çdo vit këto artistët me çmimet e tyre për gjithë atë punën e palodhur që mund të kenë bërë me filmat që kanë transmetuar. Një nga gjërat që unë do doja të bëja, Kevin, do ishte që të shkoja në Cannes, të bëja qef aty, të bëja pushime për qefin tim, pra në det, pushime tamam, të bëja plazh dhe pastaj të rastisja tek festivali i Cannes dhe thjesht të rrija atje të shikoja të gjithë kineastët kur hynin edhe dilnin me trofet në përduar, ku duke bërë foto dhe kështu me radhë. Pra, këto për mua do ishin pushimet perfekte. Nuk e di sa nerva do kisha për radhën, me thënë të drejtën, po që të shkoja në Cannes dhe të bëja pushime, po, e kam edhe këtë në listën time. Mirë, ja, ti shko bëj pushime, unë po pres radhën atje të shikoj se kush hyn edhe kush del nga këta të mëdhenj. Dëgjojmë një këngë tjetër njerëz edhe kthehemi prap me Francën. Jemi rikthyer me sheshet ku xhirohen ëndrat këtu në Radio Travel 104.6 FM dhe tani Franci do na prezantojë një rubrikë tjetër shumë interesante. Po, fakte dhe statistika, Kevin, për sa i përket turizmit në Francë. Megjithatë unë do doja që të mos i lexoja kështu shpejt e shpejt. Do doja ta bënim në një formë quizi të gjithë këtë gjë. Po gati më, si të duash. Për shembull, meqense folëm për Parisin, sa njerëz mendon se shkojnë atje çdo vit, për shembull, sa vizitor, sa turist. Jep një shifër kështu kot nga mendja jote. Kjo është fiksa ajo rubrika që unë nuk i mendoj fare këto gjërat. Po ja, më mendoj sikur mendje, po do ta jap një numër, po them 27, nuk e di pse. Hamor Kevin, 27 do ishte okay, por shtoj edhe një çik sepse janë 47 deri në 50 milion turistë në vit. Me 7-ën ke goditur, po jo me 2-shin përpara, sepse gati 50 milion turistë në vit. Parisi, prandaj unë ndonjëherë kur mendojmë se ku do shkoj, nuk dua që t'i zgjedh këto vendet ku janë të populluar, ku ka shumë turistë dhe kështu me radhë, sepse ka shumë zhurmë dhe 50 milionë vëlla ç'a preti, e kupton? Megjithatë nuk duhet lënë pa parë. 51 milion le të jenë, 50.1 milion bashkë me mua dhe ty, Kevin. Mirë, ti fole pak më parë kur po flisnim për sheshin e ditës për Côte d'Azur, por ti nuk e di se sa turist tërheq ai çdo vit. Jep edhe një herë këtu. Hajde një herë. Po Zere se do fitosh lek, po e gjetë përgjigjen e saktë, Kevin. Po unë e di përgjigjen, se unë jam i vëmendshëm kur e them. Hajde një. 11 milion. Bravo, mirë, okay, ke fituar lek. Po. Ke fituar ose ke fituar një paket. Nuk e di, do ta mendoj. Paket për të ikur. Për të ikur në Côte d'Azur. Mendova se paket kështu nga këto të jashtëligjshme. Jo. Okej. Mirë, qindra filma xhirohen çdo vit në Francë nga projektet e pavarura te superproduksionet, sepse Franca, siç e tham në fillim kur po flisnim për filmat, është vendi që jo vetëm ata bobat me lek nga Hollywoodi, edhe nga këto shoqëritë filmike që ka Europa vinë dhe xhirojnë, por edhe njerëz të cilët janë të apasionuar pas kinemas, me pak mundësi mund të shkojnë edhe të xhirojnë ku të duan ata, sepse praktikisht i bie që çdo cep është si një shesh xhirimi më vete Franca, Kevin. Dhe sigurisht sheshet më të kërkuara janë Parisi që e tham, Côte d'Azur, Lyon, Normandia, Provence, Bordeaux, edhe Bordeaux. Edhe Bordeaux që se kishim përmend fare sot në fakt, po ja e kemi këtu. Dhe në fakt pavarësisht se njihet kështu si kuriozitet, por ka një të vërtet shumë të madhe, fakti që Franca është i vetmi vend në botë ku edhe një rrugicë e thjesht mund të kthehet në një skenë të mirëfillt filmike, Kevin, ajo që po thoshin. Kjo është e vërtetë dhe ma kanë pohuar ca njerëz, kryesisht goca që shkojnë andej për foto, që u diun masin këndet, shohin
ku bie më mirë drita Po, pra. se ç'a arkitekturë kanë Por, gjitha këto gjërat e Më tjera. duket mua e çuditshme apo jemi të vetmit që deri tani duke folur për Francën dhe Parisin nuk e kemi përmendur kullën e Eiffel fare. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Po, E mos e njihet patjetër, e kupton kulla Eiffel. nuk e kemi përmendur vërtet fare. Nuk e Çfarë kemi. bëjmë? Asnjë nga këto filma nuk është xhiruar te kulla e Eiffelit. No, ka patjetër filma që janë xhiruar. E kanë kapur nga larg. Kjo njihet, kulla Eiffel njihet, nuk është e nevojshme që ne ta themi. Kevin, cilat janë 3 lokacione që duhet i vizitojmë patjetër? Kjo është rubrika e radhës që do kalojmë në episodin e sotëm. Cili është i pari? I pari është ajo ura që ti nuk po e thoje dot çfarë. Është Pont Bir Hakeim që ajo ndodhet në Inceptionit, Paris. Po, okay. Inceptionit. Po për te filmit në jetë vërtet kjo urë ka një lloj eksperience, domethënë të ofron një eksperiencë komplet ndryshe. Po shtej rrjedh lumisen, përballë ke kullën e Eiffelit, sapo e përmenda unë tani kullën e Eiffelit. Okej. Edhe je rrethuar nga gjithë gjallëria e Parisit, që kjo të bën, kjo është si një qendër e Parisit. Në fakt ta bën ty ta ndjesh të gjithë qytetin si në këmbët apo në duart e tua, varet se si rri atje. Marrësh një blok atje, Kevin, ose një libër të lexosh, krijosh, e kupton, ke të drejtë që nëse rri atje për, nuk e di, për 1-2 muaj të shkruash ndonjë kryevepër, të nxjerrësh ndonjë kryevepër. Imagjinoje në pranverë të shkosh atje. Çfarë mrekullim, çfarë pere duhet jetë. Këtë nuk e di, po gojthënat e di se çfarë thonë? Ha njerë. Që kur po të ndodhi të rish atje edhe për 2 orë, mund shohësh në një propozim për martesë live. Po, ta bëjnë ty mo. Jo mua mo, e bën atje, të ikësh atje të rish, e zë më shumë se 2 orë, ndodh që të shohësh një propozim për martesë në kohë reale. Kjo më duket e zakonshme shumë. Për shembull, nuk do zgjidhja të bëja propozim për martesë atje. Pse? Po se di, më duket e zakonshme, pikërisht për këtë arsye. Nga që do shikojmë shumë njerëz duke bërë të njëjtën gjë, kështu që nuk do doja që as të propozoj as të më propozonin atje. Megjithatë, kalojmë tek lokacioni tjetër që është fushat e, si ta themi këtë, lavandrës i bie, lavandër, në fakt, forma të ndryshme se si e thon njerëzit. Në Provence, si thuhet, si Provence. Në Provence. Domethënë, kjo Provenca është, si thua, pamja tipike që unë do doja të jetoja një periudhë të jetës time. Me këtë fushën e pafundme me ngjyrë vjollc, me këtë aromën që në fakt është një nga të preferuarat e mia, kjo aroma e lavandrës. Po, nuk e di se ç'ka një gjë, nuk e ka një gjë nostalgjike tek ajo, ka një gjë të veçantë. Një gjë nostalgjike që mund ta lidh është një parfum i mamit tim, po që mua më shpifta atëherë. Dhe nuk e duroja dot. Është me lavandër. Po, ka qenë dikur e mbaja mend atëherë dhe ai rrinte në tualet sepse merrte erë gjithë dhoma dhe mua më shpifta. Po mirë, por imagjino ti një flagrancë ke nuhatur, por imagjino një fushë të tërë, me këtë bimën e lavandrës dhe ti që atje duke pirë një kafe, duke pirë një çaj, nuk e di unë, duke pirë qoftë edhe një gotë verë, kjo është Provenca. Kjo është Provenca. Megjithatë kush e ka parë filmin A Good Year, Ridley Scott e ka bërë atë filmin, Russell Crowe, nuk e mend kush ka qenë tjetër, Marioni im patjetër ka luajtur atje. Do ta kuptoj pse regjisorët e zgjedhin këtë vend. Është si një ëndër e butë mesdhetare dhe është fiks kështu. Perfekt për ata që duan të shkëputen nga nxitimi i qytetit, të ecin mes natyrës. Ajo që po thoshim ne, të pi një kafe ose një gotë verë në një fshat të vogël dhe të thithin thjesht aromën e jetës së mirë. Sepse në Provence nuk shkon thjesht për të parë, Kevin, shkon për të ndjerë. Ishte shumë e bukur dhe ti gjithmonë nga fundi bën një monolog shumë poetik për secilin vend dhe fatin kësaj radhe kishte Provence. Më vjen vet, patjetër, po si mos e bëja për Provence. Do dëgjojmë një këngë edhe do mendojmë sikur jemi në Provence duke dëgjuar pikërisht këngën. Prap me ëndra ne. Me ëndra, Kevin. Okay. Hajde ta dëgjojmë. Shputemi. Jepi. Radio Travel 104.6, unë jam Franci edhe Kevin, jemi ende duke udhëtuar në Francë. Kush është vendi i tretë? Sugjerimi i tretë, Kevin, që do t'ju themi dëgjuesve tan për të shkuar në Francë. Në këtë udhëtim të pafundëm në Francë, sugjerimi i tretë është Promenade des Anglais. Sa bukur e thua, more. Un kam bërë prova tërë javën edhe prapë se them dot kështu. Po me se si e thua. Nuk e di, më është fiksuar ndoshta, më është bërë kështu tani. Po të them pak për veçantinë e këtij vendi shumë të bukur. Një bulevard që shtrihet buzdetit, ku qielli dhe deti bashkohen në një horizont që s'ka fund. Ky vend ka qenë skenë e qindra filmave romantik dhe aventurier dhe e kuptoni menjëherë pse. Drita këtu është e veçantë, njerëzit janë të qeshur dhe jeta ka një ritëm tjetër, më të butë e disi më të ëmbël. Ecja buzdetit në mbrëmje teksa shikoni dritat që reflektojnë mbi dallg është një nga ato momentet që e mbani mend gjatë. Nis është vendi që ju fton të lini gjithçka pas dhe t'i dorëzoheni bregdetit. Kjo që nga ato vendet tipike, si thua, mesdhetare, bukura për të vizituar mbase në çdo kohë të vitit, por veçantinë e kam për të vizituar në pranverë ose në verë.
Kështu që nëse s'keni bërë plane njerëz për këtë vit, ja ku e keni një sugjerim super të bukur që sapo ua tha Kevin. Edhe shumë të vlefshëm, edhe siç për t'ja u ripërsëritur, Promenade des Anglais është një opsion shumë i mirë për pushimet tuaja gjatë sezonit veror apo gjatë pranverës, e për ta arritur edhe për të shkuar atje, mjafton që të kontaktoni në Vas.al për turet specializuara për juve ose të personalizuar në raste se doni pak intimitet edhe të jeni vetëm, mjafton të flisni me një nga agjentët edhe jeni okay për çdo gjë. Tham me që nuk tham për Francën, Kevi, folën për filmat, folën për regjisorët, folën për sugjerimet tona, folën për statistika dhe sigurisht që unë prap do bëja të mbylljen time sepse po afrohemi drejt fundit të episodit të sotëm, do bëja të mbylljen time alla poetike. Erdhi fundi dhe Po Francës. patjetër erdhi fundi edhe Francës. Si duket kjo sikur Franca do shkatërrohet, nuk do jetoj më në jetë. Megjithatë, më lejoni njerëz që ta bëj pak suspans. Kjo ishte Franca, vendi ku lindi kinemaja, vendi ku ëndrat e mëdha gjejnë jetë. Pa sa bukur që e thash. Unë ndihem gjithmonë shumë i tepërt kur ti i bën këto monologjet e tua shumë artistike, e për këtë po vendos mbylljen e gjithë episodit sotëm. Francës i erdhi fundi me gjithë sugjerimet që ju dham. Shpresoj t'ju kemi ardhur ndihmë, ju dham edhe ju drejtojmë në fakt se ku mund të shkoni për t'i prekur gjitha këto vende nga afër, pra tek Vas.al. Dhe na prisni në një episod tjetër sepse do udhtojmë në një tjetër vend njerëz çdo Që nuk shesh. do ja u themi. Po sigurisht që nuk dua u themi kur të vi momenti dhe mos harroni që çdo shesh xhirimi është një ëndër që pret të tregohet. Mirupafshim nga sheshe ku xhirohen ëndra. Pafshim deri te njëjtën tjetër. Shihemi. Shirojnë ëndrat.